Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur ndjekës të radios Fatih, fillojmë emisionin tonë në gjuhën shqipe bisedat e Ramazanit për këtë vit. Si çdo vit, siç e kemi traditën e muajit e begatë të Ramazanit, kemi të ftuar të ndryshëm nga fusha të ndryshme ku flasin për temat e cilat do të na sjellin neve dobi gjatë këtij muaji, por dash Zoti edhe mbas këtij muaji, sepse temat janë të larmishme, temat janë të ndryshme. Dhe sonte të ftuar kemi doktoresh Lavdrita Mustafen që të flasin për Kur'anin në këtë muaj të Kur'anit, lidhja jonë me te, por edhe se si ndikon Kur'ani në jetën tonë në këtë muaj dhe në muaj tjerë. Doktoresh, mirë se ardhe. Mirë se vi gjithë, assalamu alaikum wa rahmatullah. Me qenë se flasim për Kur'anin dhe si që të cektojmë, si që të cekim që Ramazani është muaj i Kur'anit, lidhja njeriut me Kur'anin, cila do të jetë, sepse Kur'ani është një udhërrëfyes për këtë botë, por për botën tjetër, por është edhe udhërrëfyes në çdo hap të çdo besimtarit dhe çdo njeriu në këtë botë. Së parit, ju falenderoj që jam pjesë e këtij emisioni të veçantë, në këtë muaj të veçantë, muaj të bekuar, muaj të paqes, muaj të Kuranit. Zoti na thot në Kuran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin u shpall Kurani si udhëzim dhe me argumente të qarta të udhëzimit edhe dallimit. Domethënë, pikërisht muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ne duhet t'i kthehemi fjalët e Allahut, e kemi si një bilet rikthimi te fjala e tij, po ashtu edhe te vetja jonë e vërtet. Por duhet ta shikojmë paksa ndryshe këtë rikthimin te Kurani. E di që ndoshta ne e lexojmë edhe gjatë vitit, por Kuranin gjatë Ramazanit duhet ta kuptojmë më thellë, sepse nuk është shpallur Kurani që të lexohet shpejt, por të kuptohet thellë. Pikërisht edhe Ramazani na jep atë mundësi që të reflektojmë në fjalën e Allahut xhaleshanuhu. Kjo bilet rikthimi te Kurani duhet ta shfrytëzojmë sa më shumë, por të kemi parasysh që veprat e vazhdueshme janë më të mira se ato që janë shumë për një herë, kështu që të mundohemi që ta vëjmë si ves këtë leximin e Kuranit gjatë Ramazanit që të vazhdojmë edhe më gjatë. Kurani si udhërrëfyes që është lexim, por kemi njerëz që shumë pyetje vënë tek ne leximin në gjuhën autentike, në gjuhën arabe, leximi në gjuhën tonë shqipe me kuptim apo edhe me komentim. Si do të ketë kjo një lidhje apo si ndikon kjo në jetën e njeriu, në jetën e lexuesit? Ibn Kaimi thot që kur të lexohet apo të dëgjohet Kurani, të përqendrohemi atë me zemër. Edhe në qoftë se e lexojmë gjuhën arabe, në qoftë se nuk e dim gjuhën arabe ashtu si duhet ta me gjithë çka kemi duhet mundohemi që ta kuptojmë, domethënë duke e marrë edhe përkthimin në gjuhën shqipe. Sepse në qoftë se nuk e kuptojmë, atëherë çfarë ndryshimit po na bën leximi i Kuranit ne, apo bëjmë gara në të cilat po bëjmë më shumë hatme, domethënë a kena atë niyetin e sinqertë që Kurani, fjala e Allahut, na ndryshoi neve këtë Ramazan, apo vetëm do ta kemi bërë si zakon që ta përfundojmë hatmen edhe kaq është, aty mbetet, nuk kalon Kurani grykën tonë. Se e dim që paret që kanë me hyrë në xhenem kanë me qenë ata të cilët e kanë lexuar Kuranin, por nuk e ka kalu përtej grykës tyre, domethënë nuk kanë vepruar sipas nuk e kanë praktikuar. Për këtë arsye duhet që të mundohemi që të reflektojmë thellë në fjalën e Allahut xhaleshanuhu. Në momenti që na kuptojmë se Kurani është fjala e Allahut që i ka zbrit pejgamberit alayhis salam, edhe ashtu si e ka zbrit e kemi edhe në ditët tona, atëherë kemi me kuptuar në madhështinë e tij, edhe kena me kuptuar edhe rëndësinë e leximit të fjalës së tij. Nga ana tjetër, Kurani është mik i vërtet i atij që e lexon. Edhe
ka me në ardhë si ndërmjetësues, atëherë kur kena më pas më shumë nevojë, siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të vinë si ndërmjetësues në ditën e gjykimit. Po ashtu në ditën e gjykimit kam ju thënë atij që e lexon Kur'anin, lexo dhe vendi jot ka me qenë në jetën e fundit, cilën ti ke me lexu. Po ashtu edhe Osmani radiallahu anhu thotë nëse zemrat tona do ishin të pastra nuk do të ngopeshin me fjalën e Allahut xhaleshanuhu. Kur lexojmë Kur'an duhet kemi parasysh disa gjëra që Allahu na don kur e lexojmë, na dëgjon, na vështron, na lavdron, po ashtu edhe na shpërblen leximin tonë. Veçanërisht thotë që zemrat tona duhet të jenë të pastra që kur të lexojmë Kur'anin mos të ngopemi. Veçori këtë muaj të Ramazanit është që ne në radhë të parë të pastrojmë zemrat tona si nga ushqimi, si nga jeta e përditshme që Kurani të zëjë vend në zemrën tonë, pastaj dhe të vazhdojmë edhe pas këtij muaji të begat me praktikimin e rregullave të Kuranit apo. Po. Ramazani është një shkollë disiplinore, një shkollë e disiplinës shpirtërore. Përveç që agjerimi na largon nga ushqimi, na largon edhe nga këto veset e kota, bisedat e kota, veset cilat i kemi pas gjatë vitit, por mundohemi një farë mënyret me ndryshu veten përmes agjerimit, por edhe përmes Kuranit. Agjerimi është për ditën, kurse Kuranin e kemi për natën, se natën, domethënë kur rrim dhe meditojmë më shumë në fjalën e Allahut, nuk jemi xhanur nga këta preokupime ditore që i kemi. Kështu që gjatë ditës, normalisht edhe mund të lexojmë Kur'anin edhe gjatë ditës, por nata është ajo në cilën me të vërtet mund të meditojmë më mirë në fjalën e Allahut, edhe të na mundsoj me ndryshu veten tonë. Qëse se Kurani është pjesë e pandashme edhe në teravija tona, shumë njerëz nuk e besojnë, nuk e njohin gjuhën e Kur'anit, por përmallohen, japin lidhje në tyre me Allahun xhaleshanuhu, kanë mundësi që të gjejnë qetësi në melodinë, në leximin e këtij Kur'ani famlar në këto teravija, siç e thekthej që natën kena më tepër mundësi edhe të meditojmë rreth tij. Është edhe vërtetuar se edhe tingulli i Kuranit sjell paqe në shpirtin e çdo kuj, se mund të themi të besimtarit po edhe nëse një njeri i cili nuk e ka ndëgjuar ndonjëherë Kuranin, e dëgjon për herë të parë, me njëherë ka me një paqe se është një tingull i bukur, jo vetëm i bukur, por ne që mundohemi pak me kuptu e dim, por pa tham, vetëm nga ana e dëgjimit i ka ata benefitet e veta, e lema në qoftë se i hyjmë shumë më thellë studimit Kuranit. Se jenë si njerëz ndoshta edhe harrojmë të lexojmë, të kuptojmë Kuranin, njerëzit të cilët janë të lidhur me Kuranin, ka dallim ndër ata që nuk janë të lidhur me Kuranin në praktikat e tija në jetën e tyre, sepse Kurani është ai që thotë që duhet të kaloj gryken, por të jetë Kurani që praktikohet në jetën tonë dhe të kaloj atë. Kurani është na nuk jena perfekt, dhe Kurani na ka zbrit neve që me pas një si udhëzim për me jetu jetën paqe edhe me mëshirën e Zotit. Se po të ishim perfekt, nuk na kishte ardhur libri, edhe do zëvendësoheshim me popull tjetër, cilët do kishin bërë gjinoha dhe do kishin kërkullësim për me pa mëshirën e Allahut. Kurani është pikërisht për ne që jena lodhë gjatë vitit, ose zemrat lodhën, zemra që bjen, ngrihen prap, atë ka fuqia e fjalës së Allahut. Me qenë se kena folë për Kuranin, disa njerëz të cilët shoqërohen me Kur'an, ndryshojnë nga viti në vit. Çfarë do kishit një këshill ju nga jeta juaj, nga këshillat e cilat ndoshta edhe keni ndëgjuar apo lexuar, që t'u japesh në gjuhësit e radios Fatih në këtë muaj të Ramazanit, që t'i praktikojnë këto këshilla në dash Zotit në këtë muaj, por dhe mbas këtij muaji, duke ditur se Kurani është udhëheqës dhe udhëzues për ne në çdo hap të jetës tonë. Së pari, siç e thasha në fillim, që veprat vlerësohen sipas niyetit. Nëse e bëm niyet këtë Ramazan që o Allah ma bëj Kuranin, më bëj nga njerëzit e Kuranit, atëherë na nuk kena me
pas këtë vepër, domethënë leximin e Kuranit, po ashtu edhe çdo vepër tjetër, nuk kena me pas vetëm si vepër sezonale, por ka me vu ata bazat jetësore. Si thotë edhe më herët kena me u mbush me bateri, me energji që këta vepra me i vazhdu edhe mas Ramazanit. Domethënë ta shikojmë veten, t'i bëm një kritik vetet, a jena tu qenë sinqert në ata vepra që i bëm, se një vepër që është më e sinqert, domethënë me sinqeritet plot ndaj Allahut, është shumë më mirë se sa qindra vepra të cilat nuk bëhen për hir të Allahut, se s'kajnë kuptim, nuk merr shpërblimin prej Zotit, domethënë ti po pret diçka tjetër. Kështu që edhe Kuranin, edhe leximin e tij, agjërimin Ramazanit, dhe çdo vepër të mirë që i bëm, ta bëm me sinqeritet plot. Sado pak që të bëm, ta bëm me sinqeritet plot. Siç e thash edhe më herët, domethënë ta përdorim natën më shumë për meditim, edhe psikologjia moderne na thot për me meditu, por normalisht Kurani na ka thënë këtë gjë shumë vite më parë. Tjetër që mund të them është edhe të kemi kujdes nga teprimi në gjëra që nuk na bëjnë dobi, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të largohemi nga gjërat që s'na bëjnë dobi, që të kemi zemrën më të qetë. Do të thonë nuk është kështu krejt për pak kuptimin e asaj. Gjërat që s'na bëjnë dobi gjatë Ramazanit janë të njëjtat që s'na bëjnë dobi as jashtë atij. Domethënë bisedat e kota, normalisht agjërimi neve na largon. Humbja e kohës në rrjetet sociale, po thomi se është një nga problemet më të mëdha që i hasim të rinia sot. E po ashtu edhe tjera veset të cilat mund t'i kemi marrë gjatë vitit, të mundohemi t'i largojmë. Domethënë kemi parasysh këtë teprimin, këta gjërat e kota. Jo, edhe mos të harrojmë edhe ushqimin, prap të fokusohemi që Ramazanin mos ta bëjmë ashtu të presim sa më shumë të bëjmë për iftar e gjana. Të fokusohemi të bëjmë një gjellë kryesore që të mos ta kemi mendje vetëm te ushqimi ta ditën se çka po ham. Mundohemi të qëndrojmë asaj që ta mbushim barkun 1/3 me ushqim, 1/3 me ujë, 1/3 me ajër, se ndër bidatet më të shpërndara është kjo tengopja jon me ushqim, do të thonë teprimi me ushqim. Do të thonë shpeshherë e përmendin për shembull ai gjë, është keq kjo, por shumë rrallë përmendin thon dietarët se sa keq është teprimi me ushqim. Tjetër që mund të them është që gjatë Ramazanit ta bëjmë një kritik vedit. Të shohim se tash po thomi ton vjetë një alarm fajin shejtanit, po shejtani në Ramazan mbyllet. Në qoftë se na po vazhdojmë akoma me dembelin në adhurime, e po vazhdojmë akoma në disa vese të këqija, apo e kritikojmë tash vedin, a jam unë problemi tash në këtë gjë. Ta shkruajmë dikon se çka du me ndryshua, çka du me shtu në adhurime, ose çka du me bë më shumë edhe në Ramazan edhe jashtë tij. Domethënë një vetë kritik e vedit. Ku jam këtë Ramazan, ku kam qenë Ramazanin e kaluar, çka kam bërë gjatë vitit e çka kam me bë edhe mas Ramazanit, se vlera e Ramazanit ka mu pa mas tij. Nëse na vazhdojmë me bë këta gjëra të mira ose të largohemi prej të këqijave jashtë Ramazanit, dihet se na është pranuar Ramazani. Edhe një gjë tjetër që më ka rënë më shumë me po edhe Ramazaneve të kaluara është që pak fiksohna namazet vullnetare e harrohen obligimet. Farzi duhet me u kuptu që është themeli, edhe një hadith kutsi thotë se robi nuk më afrohet me asgjë më dashur për mua se sa atë që ja kam bë obligim. Domethënë na mundna me pa teravit që i kena plot, por me thonë 50% pa jafos pa të katë, por 50% ndoshta nuk e falin sabahun. E kjo nuk kuptohet shumë nga populli ose nga shumica. Që fokusohemi aq shumë me teravi e me namaz natës sa mundet me na ik sabahu. Që e kena farz, domethënë farzi është themeli, tana tjerat janë vullnetare, një strukturë që se ka themelin, atëherë me siguri që ka me urrëzu. Këtë duhet na me pas parasysh.
që mundohem njëherë farzet i kryjmë, nëse si kemi kry gjatë vitit, mundohemi të falim 5 vaktet, mësë nëse ti arrin këtë gjatë atëherë për ti sot dush tjera, edhe si thash me të vërtet me sinqeritet e jo për mu duke, jo për me u garu me dikën se sa shkova unë shkova për natë në teravije, unë shkova, as pejgamberi alayhis salam nuk ka shku për natë teravise nga frika se ka me na u bë neve si fars. Me qenë se kena folë për Kur'anin, për teravit, dëshiroj që të vëllë një pyetje si pyetjet e fundit, duke ditur se ju jeni edhe mjeke, por edhe teologe, një ndër lidhje mund të bëni apo diçka që ju ka lënë juve mbresa lidhja Kur'anit me mjekësinë apo një shembull që mund ta ndani. Lidhja e Kur'anit dhe mjekësisë e thasha edhe pak më herët që vetëm me ndëgju ka efekt pozitiv. Edhe kur bëhet dallimi midis muzikës edhe Kur'anit, dhe vërtet që muzika e ka atë efektin shumë të shkurt. Sikur merr një drogë që e ka efektin e shkurt, muzika ka këtë efekt. Kurse Kur'ani e ta jep atë çlirimin e dopaminës më gjatë. Po ashtu edhe gjatë leximit të Kur'anit, nëse e lexon me të xhvet dhe e lexon bukur ashtu si e ka ja dhon hakun çdo harfi. Po, ka shumë rëndësi edhe në frymëmarrjen e personit. Edhe ai që e lexon prap ka me ndi një lehtësim në gjoks. Kjo qoftë edhe nga ana shpirtërore, por edhe ajo ana fiziologjike. Domethënë që Kurani është një ilaç që zgjat, nuk është një ilaç i shkurt për trupin e njeriu. Besoj që Kurani në këtë muaj të jetë ilaç për të gjithë ata të cilët kanë nevojë që të jetë ilaç për zemrat atyre të semura, për zemrat të cilat dëshirojnë të udhëzohen dhe për zemrat të cilat dëshirojnë të gjejnë qetësinë dhe çdo çka dëshirojnë ata. Urojmë që Kurani të jetë udhëheqësi, qetësuesi, shëruesi dhe shpëtuesi i tyre në këtë botë, por dhe në botën tjetër. Amin. Të nderuar dëgjues të Radios Fati, kjo ishte emisioni jon Biseda Ramazanit në këtë muaj të Ramazanit, ku të ftuar kishim doktoresh Laudrita Mustafen dhe me ju në studio isha unë Enis Hoxha, dhe ky është prodhimi i Radios Fatih për vitin 2026. Deri në ndëgjimin e radhës, vazhdoni të shoqëroheni me Kur'anin, lexoni sa më shumë Kur'an sepse siç tham, Kur'ani është udhëheqësi jon për këtë botë, por edhe për botën tjetër.